Qoftë lëvdu Jezu Krishti, dashur vëllezër e motra, në këtë emision në cilin jemi duke shtjellu letrën e Papa Franceskut të dërguar të gjithë krishterëve në vitin 2025 për të shpallë fillimin e këtij viti dhe për të orientuar pak a shumë edhe tematikat që dëshiron që ne të ndalemi e ti meditojmë. Kjo letër me titull Shpresa nuk zhgënjen, pra në vitin e shpresës, vitin me motën shtektar të shpresës, që ne i themi viti i shpresës, më shkurtimisht, Papa na fton të ndalemi në shumë pika të ndërlikuara, por sot është një pikë mjaft e ndërlikuar. Do ta shihni në fund të këtij emisionit se sa ndërlikuar është. Është numri 8 i kësaj letre dhe flet për luftën. Është një temë shumë komplekse, e thash. Rrezikon madje në fund të këtij emisionit ju krijohet përshtypjen e një rëndese psikologjike, mund të themi. Por nëse ju ngushëllon, uroj që të jetë vetëm një rëndesë psikologjike, mos provojmë kur rëndesën e luftës për cilën po flasim, e që shumë popull e vujnë. Megjithatë, për të qëndruar edhe stilit të punës, nëse kështu mund ta quajmë, që kemi zgjedh, është mirë që ta lexojmë mas pari numrin 8 të kësaj letre dhe pastaj të përfitojmë, siç thash, prej disa pikave që Papa i fokuson më shumë, të dalim në disa katekeza, besoj të dobishme për jetën tonë si krishterë. Shkruan Papa Francesku: shenja e parë e shpresës duhet të jetë dëshira për paqe në botë, e cila sërish e gjen veten të zhytur në tragjedinë e luftës. Kujtojmë se Papa Francesku është duke folë këtu, që thot shenja e parë e shpresës, është duke folë për shenjat e kohës, të cilat mund t'i dallojmë në ato shenjat të shpresës, dhe është ndërlikuar t'i gjejmë të shenja shpresët aty ku duket sikur shpresa vritet, ku më shumë se tek lufta, por Papa e gjen shenjën e shpresës tek britma e dëshirës për paqe nga ana e viktimave. E vazhdon Papa, pra, duke mos u kujtuar për tragjeditë të kaluarës, njerëzimi nënshtrohet provës së re e të vështirë që sheh të shtypura nga brutaliteti i dhunës shumë popullata. Do ta shohim pas pak se sa të shumta janë këto popullata në botë. Thot Papa, çfarë u mungon ende këtyre popujve që nuk e kanë vuajtur tashmë? Si është e mundur që thirrja e tyre e dëshpëruar për ndihmë nuk i shtyn udhëheqësit e kombeve për të dhënë fund konflikteve të shumta rajonale, duke qenë të vetëdijshëm për pasojat që mund të rrjedhin në nivel global. A është e tepërt të ndërosh që armë të heshtin e të reshtin së shkaktuari shkatrim dhe vdekje? Jubileu a kujtoft atyre se ata që bëhen paqebërës do të quhen bijtë e hyjit. Nevoja për paqe u bën thirrje të gjithëve dhe e kërkon si detyrë që të ndiqen projekte konkrete. Angazhimi i diplomacisë për të kërkuar me guxim dhe krijim të ri hapësira për negociata që synojnë paqen e qëndrueshme nuk duhet të mungojë. Papa vetë citon fjalët e Krishtit, i cili në Ungjillin e Mateut thot këto fjalë tek predikimi i famshëm në mal tek lumturit, pra, lumë pajtuesit sepse do të quhen bijtë e hyjit. Lumë pajtuesit, ata që pajtojnë, vend paqe, pra, lumë edhe në fakt mund për këtë edhe paqebërësit, sepse këto do të quhen bijtë e hyjit, sepse hyji në fakt mjall paqen. E thash edhe në fillim, tema e luftës është shumë e ndërlikuar. E para, sepse nga njëran është bindja e patundur që na vjen nga shkrimi i shenjtë se lufta është kundër natyrës së njeriut. Na duhet të hedhim syt tek libri Zanafilës, që e shtjellon tragjedinë e vrasjes, luftrat, vrasje më edhin, më shumë se çdo veprimtari e keqe tjetër njerëzore. Luftrat më edhin vrasje. Në librin e Zanafilës, në fillim të kapitullit 2, kur flitet për krijimin e njeriut, thuhet Zoti e formoi njeriun prej pluhuri. Dhe me të drejtë, fantazia jonë na ndihmon të kuptojmë se si Zoti, si thosh, i shpërvjel mangët dhe i bën dur të pesë duke e
formu njeriun, duke i dhënë formë, duke i dhënë trajt. Tek rreshtat që vinë më vonë në kapitullin e 4, aty ku flitet për vrasjen e tmerrshme që Kaini i bën vllait të tij Abelit, përshkrimi nuk është pa domethënie, sepse kur Kaini kishte vendos ta vrasin Abelin, teksti thot kështu. Jemi në kapitullin e 4, rreshti 8. Kaini i tha vllait të vet Abelit, të dalim jashtë. Kur u gjetën në fush, Kaini u holl në vllain e vet Abelin dhe e mbyti. Ky gest, thash, nuk është pa domethënie shumë të thellë dhe tragjike nga ana teologjike, antropologjike, njerëzore. Kaini u holl Abelin. Nga njëherë në për shumë fugure e paraqesin me një shkop në dorë Kainin, me një gur, por këtu teksti nuk i thot gjithë të gjëra. Tekstin e lën të kuptojmë se me dur të veta e myt vllain e vet. Dhe, thash, nuk është pa domethënie, sepse me dur të veta Zoti e ndërtoi njeriu e parë. Kaini me dur të veta e shkatërron njeriu tashti. Pra, vrasja në thelb është kundër natyrës, sepse dëshiron ai që vret, dëshiron të zërë vendin Zotit, të bëhet ai arkitekti i krijesës. Në Shqip, pastaj shqipja na vjen në im, uroj që mos gaboj shumë, sepse nuk jam gjuhëtar. Fjala njeriu është shumë e bukur në gjuhën shqipe, sepse një i ri, dikush që u kriju i ri, erdhi edhe një i ri në këtë botë, njeriu, një i ri. Dhe mund ta imagjinojmë gëzimin e Zotit kur krijon njeriu. Në Shqip thash mund të lozim pak me këtë fjalë, sepse në latinisht është një fjalë tjetër që tregon pra që vjen nga toka, humus, pra njeriu vjen nga toka. Mirë, por edhe gjuhëtar shqiptar ose kur ka lind shqipja i ka këto bukurinat e veta që na lejon të kalojmë në disa konsiderata me vend teologjike. Edhe pse ndoshta nuk është menu kështu kur është shpik shqipja, ose si me thënë kur është kriju kjo fjalë njeriu. Por na ndihmon ne sot. Kur Zoti e krijoi pra njeriu në parë, tha një i ri dhe në fakt Bibla na thot se njeriu kriju në përngjasimin e Zotit. Tashti Kaini dëshiron ta zhduk jo vetëm vllain e vet, por dikën tjetër që është në përngjasimin e Zotit. Dhe këtu është baza teologjike për të anulluar çdo pretekst që njeriu mund të justifikojnë vrasjen. Por thash, duke u ndal pastaj vetëm tek teksti, situata bëhet tragjike. Me durët e veta, Kaini shkatron njeriu, kryeveprën e Zotit, që është çdo njeri, pavarësisht a është vllai kush është. Edhe nëse me gjak është larg, ai është vllai yt. Edhe ti me durët tua, kur vret, shkatron veprën e Zotit. U ndalëm tek kjo, tek ky detaj, por nuk mjafton, sepse në fakt tema thash është shumë e ndërlikuar. Shën Agustini dikun në shkrimet e veta është përpjek të argumentojë se lufta është kundër natyrës së njeriut. Por në fakt, edhe vetë Shën Agustini e gjen veten në siklet, kur shes se kishte shumë luftra në botë. Megjithatë thash edhe kur përpiqet të justifikoi disa luftra, Shën Agustini është një ndër majët e teologjisë të krishterë, kur përpiqet të justifikoi disa luftra, siç janë luftrat për vetëmbrojtje, edhe këtu po dalim, edhe aty gjithsesi duke u përpjek të argumentojë ato luftra, shihet qartë thojnë studiuesit se Shën Agustini është i patundur në atë bindjen e tij se gjithsesi kur duhet të shmanget, lufta duhet të shmanget. Pra, jep argumente të tjera shtesë, sepse lufta është shumë e keqe. Vrasja në vetvete është shumë e keqe. E shtyn njeriu nga brenda pastaj një mbrejtje ndërgjegjës. Thot një urat e vjetër shqipe këto fjalë kur bën katekezën e saj të urdhrit mos vra. Janë vrastart mallku prej Zotit si Kaini që kje motit. Nuk janë në paq as natë as ditë, vrasa e ba me i there i nxit. Janë vrastart mallku prej Zotit. Në fakt, kthehemi prap tek libri i Zanafith për ta shtruar këtë temë shumë delikate, sepse kur mkatnoi Adami dhe Eva, njerëzit e parë, pra që u mashtruan prej djallit, teksti thotë se Zoti i tha pse e bane këtë, Adamit i tha Evës pse e bane këtë,
vetëm djallit i thot qofsh mallkuar. Ndërsa këtu, kur Kaini vret vllain e tij, teksti flet qartë tek biseda që Zoti pastaj bën me Kainin, i thot ku është vllai yt? I thot nuk di. Pse e bane këtë? Thot pra. Zoti e dinte por priste që ta pohonte vet Kaini ose të shfaqte shenja pendesit. Pse e bane? I thot këtë. Zëri i gjakut të vllait tëm bërtet tek unë prej dheut. Kërkon hakmarrjen e Zotit. Prandaj, qofsh mallkuar e dëbuar nga ara, nga kopshti i Eden. Qofsh mallkuar, e thot Zoti për herë të parë këtu, kur vret njeriu. Nuk ja thot kur njeriu thjesht fyu Zotin me mosbindjen e tij pra në fillim i mashtruar për djallit, por ja thot vetëm kur njeriu vret njeriu. Zoti tregon edhe shumë gentil në këtë rast, nëse kështu mund ta quajmë, në gjithë dhimbjen, sepse vrasja i është bërë asaj viktimës dhe ti duhet i kërkosh falje viktimës. Nuk mund të fali unë në vend viktimës. Mëkatin ndaj meje ta fali e nuk të mallkoj, por mëkatin ndaj vllait tan që po e vret, kush do ta falin përveç se viktima, tani e vrave. Si ka për të dhënë faljen e tij, madje ai po vërtet ka unë për hakmarrje. Njeriu ka mallkimin mbrand kur bën vrasje me dashje, me vullnet të plot. E thash sepse nuk është temë e lehtë përveç në rastet e vetmërojtjes. Por gjithsesi, lufta duhet shmanget, vrasja duhet shmanget. Ishte e famshme një ndërhyrje e Papa Benediktit të 15 në vitin 1917 në mesin e luftës së parë botërore, i cili në një nxitje apostolike ju drejtu krerëve të popujve që ishin në luftë dhe përdori dy fjalë që u bën të famshme. Në shumë të tjera, përdori dy fjalë që ishin risi. Teksti u shkruar në italisht dhe në frëngjisht në atë kohë, dhe dikun Papa thot, gjithë kjo është një masakër e kotë. Shumë interesant, një masakër e kotë, edhe pse ishte vesh me justifikime ideologjike, politike. Një masakër e kotë, l'inutile strage në italisht. Masakër e kotë, me çfarë lehtësie të madhe teologjike Papa Benedikti 15 e që të bësh gjithë përpjekjen për ta justifikuar luftën të shumë popujve që në atë kohë bani luftë e sa kollaj mund të gjithë të bësh edhe sot e kësaj dite. Papa Francesco në një ligjërat të vetën thoshte edhe këto fjalë: kur lufta nuk e ka lehtësu jetën e njerëzve, kur ajo nuk ka ditur ta drejtoj ecjen e tyre në histori, as nuk ja ka dalë të zgjidh konfliktet dhe kundërshtimet mes njerëzve. Pra, kur është fjala e një papet e cili na ndihmon pra të orientohemi. Kur nuk na ka ndihmu lufta. Dhe të vjen me qeshe me qa një herë, kur na kush thot se pas ka shkruar një filozof, një mendimtar i greqisht së lashtë, 2500 vite më parë, Herodoti, këto fjalë: vetëm një i çmendur mund të pëlqej më shumë luftën se paqen, sepse në kohë paqet fëmijët varrosin etrit e tyre, kurse në kohë luftet etrit varrosin bijtë e tyre. Por prapë se prapë, me anë të gënjeshtrave, arrihet që të mbushet mendja gjithnjë njerëzve se ka një arsye për të bërë luftë. Pra, këtu fut gënjeshtrat. Herodoti e thoshte pra, është e tmerrshme lufta, sepse nuk ndiqet ligji i natyrës ku janë bijtë që varrosin etrit, por përmyset e thamë është kundër natyrës, pra janë etrit që varrosin të bijtë. E luftën zakonisht e bajnë të rit. Me të drejtë me shumë tallje, por me vend, nuk është ka thonë, luftën e programojnë të vjetrit, por e bajnë të rinjt. Njëherë më ka qellu të ndeshem në një tekst të një historiani që thoshte se si gjatë një luftet një far Federiku i Madh, mret i Prusis. Prusia sot nuk ekziston si kom, janë Gjermania, Franca, dikun në ato zona, por ishte bante shumë lufta dhe gjatë luftrave kur ushtarët e tij tërhiqeshin nga tmerri i zjarrit armik, ai u thoshte këto fjalë që janë shumë tulta, por prej gojës tij: qener, sa doni të jetoni ma, mjaft keni jetu. Me këto fjalë u drejtonte, kurse se janë historianë që e pohonin, qener, sa doni të jetoni ma. Pra në mendjen e atyre që organizojnë luftën, jeta e tjetrit nuk vlen hiç, edhe nëse është i ri. Por duhet të pyeten nanat për këto gjëra, sa vlen jeta e fëmisë tyne. E prandaj duhet shumë kujdes kur u besojmë propagandave që promovojnë luftën, sepse në mendjen e tyre, ndoshta këtyre pleqtë e programojnë e trinjtë të bajnë luftën. Jeta e triut nuk vlen as pak.
thjesht janë numra e ndoshta më pak se numra. Por thash, nuk mund t'i bim me një të ramet, po thosha, e kësaj temet, për ta ezauru, për ta shtëru, sepse është temë komplekse. Aq më tepër, duhet të stepemi pak, kur shohim se beslidhja vjetër është plot me histori luftrash. Plot, ka shumë histori luftrash, të tmerrshme nganjëherë. E gjaja më e mistershme është se vetë Zoti duket sikur me anë të profetëve të tij, pra me anën e një luftet më shumë se anën e dikujt tjetër. Thash, prandaj është temë komplekse. Aq ishte gati shkanulluese kjo gjë për të krishterët e parë, të shekujve të parë, teologët e krishterët e shekujve të parë, e kam fjalën shekulli 2, 3, saqë kur merrnin beslidhjen e vjetër, duke e krahasuar me beslidhjen e re me ndryshimin e madh që sjell Jezusi, pra që thot duani armiqt tuaj, ktheja faqen tjetër atij që të bën shuplak njerëz faqe. Thonin këto teolog, thonin si ka mundësi një ndryshim kaq i madh, beslidhja e vjetër me beslidhjen e re. Edhe dilin në një përfundim çuditshëm, thonin ndoshta Zoti i beslidhjes së vjetër është ndonjë Zot tjetër, nuk është Ati i Zotit tonë Jezu Krishtit. E me të drejtë teologët e tjerë, pra këto kisha katolike, mante pozicionet qarta, thoshte jo, këto janë herezi, nuk duhet pranojnë, duhet të përpiqemi të kuptojmë teologjinë që tregojnë ato tekste të beslidhjes vjetër. Dhe teologjia që ato tregojnë është se në kontekstin e një vetmbrojtjet, patjetër ka të drejtë dikush edhe të përdorin dhunën. Qëllimi është të ndalet sulmusi, të ndalet agresori, jo dhe është të pushtohen popuj. Këtu duhet kemi shumë kujdes. Është e vërtetë atëherë se edhe lufta duhet të jetë arsyeja fundit, kur vetmbrojtja duhet të zgjidhet si vetmbrojtje e armatosur. Rebelimi duhet të zgjidhet si rebelim i armatosur, jo si zgjidhja e parë, por si zgjidhja e fundit. Në këtë kontekst, pra në këtë botë ku ka shumë padrejtësi, atëherë Zoti, si thosh, detyrohet të pranojnë vetmbrojtjen edhe të dhunshme të dikujt. Për ta sqaruar në nivel global, mjafton ta reduktojmë në nivel familjar. Nëse dikush hyn në familjen tënde për të sulmu familjen brenda në shtëpi, ç'a duhet bash? Nuk ke drejtë të vetmrohesh? Prandaj thash, tema është e ndërlikuar, sepse kush mund ta përdorin si pretekst atëherë me thënë që luftrat janë të bekuar prej Zotit. Metet problem, metet edhe e vërtet se nuk duhet të aprovojnë luftrat, por kur dikush të sulmon, pra sulmuesi, agresori, hyn në shtëpinë tënde, ç'a bën ti? Duhet të mbrohesh, mund të mbrohesh për ta ndalë sulmuesin. Nëse sulmuesi është një fëmijë 7 vjeç, nuk ke nevojë të kapësh mitrolozin e ta vrasësh. Ndoshta ja hek armën çka ka ose një thik ku pa di. Prandaj këtu hyn logjika e barazisë së armëve në një farë mënyrë. Nëse sulmuesi pastaj është vërtet kërcënues për jetën tënde, atëherë ke drejtë edhe ti të jesh pak më i dhunshëm. Por pikërisht për këtë, jo për ta vrarë, por për ta ndalë. Si pasojë mund të ndodhin që ti e vret. Këtu kush ka studiuar teologjinë e kupton se kemi kaluar në moralin e teologjisë katolike. Dhe lënda moralit pikërisht këtë mëson, pra. Ekziston një mësim i kishës edhe në këtë pikë ku ti ke të drejtë të ndalësh sulmuesin. Dhe po ta mendosh, Jezusi nuk ka fol shumë kundër luftrave. Është përpjek të shërojnë zemrën e njeriut, kur thot pra duni njëri tjetrin, duni edhe armiqt. Pra mos u nisni me idenë se unë duhet të gjej armiq, sepse kur nisesh me idenë se duhet të gjej armiq, do t'i gjesh, do të kesh shumë armiq. Pastaj e keqja më e madhe është ti edhe i shpik. Duhet durosh atij që të bën njerëz faqe, kthej edhe tjetrën. Ktu edhe diplomacia me edhe pasoja psuese, ku ti pson padrejtësinë e dikujt, por përpiqesh të shohësh më larg. Pra Jezusi është përpjek të shërojnë zemrën e njeriut, por nuk ka fol kundër luftrave. Mjafton të themi për shembull se nuk ka fol kundër pushtimit romak që i kishte bënë atë kohë. Në kohën e Jezusit, judeis, Roma. Para Pilatit, Jezusi flet diçka. I thot mbretëria ime nuk është e kësaj bote, kur Pilati thot a nuk e din se kam pushtetet kryqëzoj, kam pushtetet liroj,
Jezusi thot kur far pushteti s'do të kishe mbi mu, sikur mos t'jen dhënë prej s'larti. E misterishme kjo fjalë e Krishtit prej s'larti, sepse aty në fakt në tekst është me të madhe s'larti, në kush ka thënë ja ka dhënë Zoti atë pushtet. Ndoshta, por s'larti mund të jetë edhe një formë me tregu se ta ka dhënë pushtetin peranori, prandaj ke pushtet ti, nuk është një pushtet i madh si të erdhi vetë. Vetëm pushteti i Krishtit është pushteti i veti, se është Zot. Pushteti i njerëzve në këtë botë thjesht janë gradat që dikush t'i jep, që mundet edhe me t'i hek. Të dyja këto shpjegime, pra, qoftë nëse Jezusi ka thënë që ta ka dhënë Zoti këtë pushtet, që të ke fundit edhe ta hek. Qoftë nëse ka dashur me thënë që ta ka dhënë e prorit, pra, peranori, gjithsesi Jezusi e pranon autoritetin e Pilatit. Para Herodit që ishte hebrej, Jezusi nuk thot asnjë fjalë, edhe në kush thot me drejt, duket sikur pushtetin e Herodit që ishte hebrej, pra ishte vendas dhe sundonte në pjesën sipër veriore, pushtetin e tij sikur nuk e njeh më shumë pushtetin e një pushtuesit. Është ndërlikuar pra, vetë Jezusi bën këtu atë që Zoti shpesh herë bante në beslidhjen e vjetër nëpërmjet profetëve, i thoshte për shembull disa mbretërve, Izraeli ishte një mbretëri e vogël, i thoshte mos ngrini kry kundër filan peranoriet. Jo, po jemi të pushtum, s'ka problem, ma mirë të pushtum kështu se sa ajo do iliriet që ju pretendoni, sepse do të acaroni luanin edhe pastaj do t'ju shqyjnë. Atëherë kur nuk ja vinin veshin, pasojat ato ishin. Filloshin shpërnguljet e mëdha, sidomos ajo në Babiloni në shekullin e 6 para Krishtit. E kështu psonte shumë populli. Pra Zoti zillte gjithmonë rrugën se si të arrijë tek shmangja e luftrave. Pastaj bekonte vetëm ato luftra që ishin për një vetë mbrojtje, po themi, kombëtare, identitare, kulturore. Në Kish kemi edhe ndonjë shenjtë, për shembull shenjtja Jeanne d'Arc, e cila është ndër shenjtë të reshat në shekullin e 15 më të mistershme. Të gjithë shenjtët kanë atë misterin e tyre brenda në historinë e tyre. Por shenjtja Jeanne d'Arc ishte një vajzë gati 18 vjeçe në Francë, jemi në shekullin e 15, po thoja. Një vajzë 18 vjeçe kur vetë Krishti i ban me pas disa vëgime, disa vizione pra, dhe i thot që të shkojnë tek mreti i Francës, i cili shkreti ishte strukt në një cep të Francës me pak ushtar që i kishin met kundër pushtimit anglez, që ishte nëpër masa shumë të mëdha në tokat e Francës në atë kohë. Dhe i thot ka marrë ta shpëtoj Francën. Normal që nuk i beson askush, por vetëm kur fillon të ndodhin disa shenja, disa mrekulli rreth saj, rreth mretit, dinte disa gjëra të jetës së mretit që nuk kishte si ti dinte një vash që jetonte shumë larg, dhe fillon të besojnë, e në mënyrë të mistershme ajo filloi të bëhej komandante, u vesh me një armatur burri dhe kalronte si një ushtar profesionist dhe drejtonte ushtri, bante plane, hartonte plane lufte, si të sulmojmë, si të marrim këtë kështjellë, si të marrim atë kështjellë, dhe praktikisht e të bën fuqinë angleze prej shumë tokave të Francës dhe shpall mretin që ishte mreti i Francës, por gati që po skadonte atë pushtetin e tij, e shpall edhe një herë mret në formë solemne në një katedrale, bën që të shpallet mret dhe pranohet edhe ndërkombëtarisht, duke shënuar një pikë që nuk u kthu më pas, pra në forcimin si nga për Francën, edhe Franca e ka si pajtore të veten. Një shenjë shumë komplekse që është shpall shenjë vetëm 4 shekuj më vonë, sepse kisha angleze pastaj kisha angleze, edhe këtu është mister, me mashtrime e kapen, me tradhti, e pastaj e dënuan gjoja si magjistare dhe e dogjen në turrën e druve. Ishte pa i bën 19 vjeçe. Mas 25 vitesh atëherë u bën një gjyq i ri për të rikuperuar figurën e saj të jashtëzakonshme dhe me dëshmitar të shumtë u argumentu se gjithçka që kishte bën kisha angleze ishte një fars, një fallcitet i madh. E këtu kisha angleze pastaj kishte hell themelet e asaj që do të ndodhte, tragjedisë që do të ndodhte për atë kishë një shekull më vonë me Enrikun e VIII, kur do të ndashin përfundimisht prej Vatikanit, sepse kishin kriju shumë varësi ndaj mbretit. Dhe thash, janë anglikanët e sotëm, pa dash me hyrë në debate teologjike këto, por është historia. Po thoja, pra, shenjtja Jeanne d'Arc gjithmonë ka frymzuar dhe kinematografinë ka frymzuar shumë, sepse ka bën të shihet edhe një herë nga afër gjithë ajo fryma beslidhjes vjetër që ne thonë beslidhja vjetër duhet ta hedhim në kosh. Jo,
Zoti këtu mante krahun e kësaj vashet, pa kur fare eksperiencet ushtarake, e përkrahte në gjitha ekspeditet ushtarake dhe luftimet që bante, thuhet se nuk ka vra vetë ajo njerëz, por kjo i udhiste, nuk është e mjaftueshme për të thënë se mund të shpallë shenjtresh. Kjo i udhiste, por duket sikur Zoti mante anën e Francës në ato momente, nëpërmjet kësaj shenjtreshe. Sa e çuditshme është se sot në Francë për shembull kemi në tjera ligjin e abortit në kushtetutë, sa larg frymës, për cilën Zoti ndoshta ka dashur me kursy atë popull, por kjo është një temë tjetër. Po thoya pra Zoti tregon se man ka një herë anën e disa luftrave, e ka bën edhe në këtë shenjtresh që është thashë ndërmatfanxhe, por ka edhe shenjtë të tjerë, mbretër që kanë bërë luftra që janë shpallë shenjtë, sepse teologjikisht teologët e kanë kuptuar, i kanë ditë të gjejnë disa argumente. Kështu shohim se si edhe kryqëzatat për cilat ka një herë flitet me lehtësi të jashtëzakonshme, edhe kryqëzatat kishin mbrana teologjinë e tyre, edhe motivet ushtarake të tyre. Edhe pse organizoheshin prej papëve, papa në perëndim ishte vetmja fuqi që i bashkonte princat e kohës. Pse sot papa nuk flet për ta mbyllë këtë bisedë? Pse papa sot nuk flet për shembull kundër NATO-s? Edhe NATO janë një fuqi ushtarake është, ku ban pjesë edhe Shqipëria, Italia, papa është në Itali, pra mbrojnë edhe papën, pse nuk flet? Aleancat ushtarake kanë ekzistuar, se ka ekzistuar njerëzimi, edhe kanë dobinë e tyre. Janë si punë vetë mbrojtjet. Frenojnë palë tjera, në disa raste edhe jo, por frenojnë që të mos bëhet lehtë luftë. Prandaj, thash e kemi lëshugojnë pak si tepër, pra edhe kundër kryqëzatave, pikërisht se nuk i njohim kryqëzatat, edhe studiuesit e sotëm ngjarrin pa gjithnjë më mirë motivet e vërteta të thella të kryqëzatave dhe domosdoshmërinë e tyre. Papa Gjon Paul II ka kërkuar falje. Kryqëzatat gjithsej kanë qenë 8 kryqëzata nga shekulli i 11, fillimi i shekullit 11, në fund të shekullit 13, pak a shumë, të dhimbshme, patjetër, të gjitha synonin, sidomos të shpëtonin pushtimin e tokës së shenjtë në Izrael, pra aty ku ishin vendet edhe janë vendet më të çmueshme për të krishterët, për shtektarët e krishterë, kuptimin fizik të fjalës, pra se më i çmueshëm është vetë Zoti, kemi nevojë për një vend edhe aq shumë në këtë botë, por ndihmon edhe ishin të pushtuar prej peranorive tjera islamike dhe këtu linin debate se si duhet të lejohen ose jo shtektarët të shkonin aty, nuk lejoheshin, atëherë shpërthente një konflikt. Dhe po thoja, Papa Gjon Paul II ka kërkuar falje për 2 prej tyre kryqëzatave. Njëra që ndodhi edhe në mes krishterëve në Konstantinopol. Dhe tjetra ishte një kryqëzat pak e çuditshme, shumë e çuditshme, ku nisën disa fëmijë shumë të njohur, sepse thanë ndoshta Zoti ka më bekuar dhe kanë me çliru Izraelin. Ndodhi një masakër e tmerrshme dhe Papa i kërkoi falje Zotit për faktin se edhe teologjikisht janë përpjek të justifikojnë lëshimin e këtyre fëmijë në dur të një masakre të tillë që ndodhi. Por po thoja pra, debati sillet rreth kësaj tani, lufta duhet të jetë e drejtë. Duhet të jetë e drejtë, përndryshe kalon në teprina të paimagjinueshme. Interesant se si në Kish tema e luftës së drejtë ka filluar vetëm pas lirisë së Kish. E thash, Jezusi nuk e shtron si një problem, as krishterët e parë nuk e shtrojnë si një problem edhe as teologjik. Përpiqen të ndalen tek zemra e njeriut, aty të shërojnë urrëtitjen ose lehtësinë me cilën ne urrejmë njëri tjetrin. Vetëm në vitin 313, kur Konstantini i Madh shpalli lirinë e kultit për të krishterët, filloi të shtrohet problematika, sepse merreshin ushtar të krishterë që ishin edhe më përpara ushtar, por tani nga perandori që ishte edhe ai krishter, pra si ta justifikojmë luftën e një perandori të krishter, teologët filluan të punojnë edhe në këtë pikë. Sidomos pastaj me Teodozin e parë në vitin 380, pas dekretit të Selanikut, kur ky perandor pra Teodozi i parë, jo vetëm që promovoi lirinë e kultit për krishterë, por bani që krishterimi të jetë feja e vetë me gjithë perandorisë së madhe të Romës, atëherën u shtru edhe problemi edhe ma shumë. Si t'ja bëjmë me luftrat, a janë të lejushme? E këtu, filloi të zbehej ai synimi që
të shkurajohen edhe aq luftrat, filloi të zbehej, por filloi të merrte pak si me tepër, në fakt edhe ngjyrime tepër të guximshme nga ana e disa teologëve lejimi i luftrave. Thash, ka pas edhe teologë që i kanë kundërshtuar, ka pas edhe shenjtër që na bajnë të hapim syt në këto pika, por tema filloi, thonë studiuesit, filloi të lihej mbasdore, nuk u pa aq urgjenca e një pastrimi të brendshëm të krishterit, sikurse e donte Jezusi, apostujt, krishterët e parë e të krishterët e 3 shekujve të parë. Vetëm në shekullin e 20 filloi të merrej seriozisht edhe një herë kjo temë. Pse në shekullin e 20? Sepse fillon të shpiken armë jashtëzakonisht shkatërrimtare. Nuk ishte më lufta me shpata, me heshta, e ku pa di, por me bomba. E aty çështja ishte shumë problematike. Në mesjet është një shenjt i cili ka ngjall shumë gjithmonë simpati. Nuk ka gati temë të besimit ton të krishterë e cila nuk kalon edhe në përjetën e këtij shenjtit, është Shën Francesku i Asizit. Edhe tema luftës këtu patjetër merr edhe një farë përgjigjet, sepse ndodhi një herë kur në vitin 1219 Shën Francesku nis të shkonte shtektar në tokën e shenjtë, e tham pra ishte caku i shumë shtektarëve, atje e kapen Saracent. Në atë kohë ishte sultan i Egjiptit, një farë Malik al-Kamil, dhe kishte një zonë shumë të madhe që sunonte. E kapen ushtarët e tij, këtë murg që po ejste bashkë me ndonjë murg tjetër në protokat e tyne, dhe nolli që në rrethana të ndryshme që s'po i him ti shtjelloj më gjatë, filloi të takoj vetë me sultanin, se si ka arrit të takoj të hynte vetë në oborin e sultanit, nuk e di, por filloi të takoj vetë me sultanin, edhe ndonjë legjendë thotë se u përpoq ta kthente sultanin, por nuk ka gjasa sipas disa historianëve, thjesht u miqësunen. Fakti është se u miqësunen jashtëzakonisht shumë. Aq sa thuhet se sultani u përpoq të jepte parë Shën Franceskut që të vazhdonte udhëtimin, Shën Francesku nuk i pranoi. Jo, thoshte, unë kam zgjallë varfrin. Kjo i bani përshtypje sultanit, shumë edhe obortarëve të tjerë. Por thuhet se e nisi me një leje të posaçme. Këtë Shën Francesku e pranoi, një leje të posaçme që ai dhe fretrit e tij të mund të lëviznin kollaj nëpër territoret e sultanatit të tij. Një leje të posaçme që ka vlejt për Shën Francesku dhe për gjithë franceskant në shekuj. Shumë interesant këtu, edhe këtu në Shqipëri kemi shumë për të mësuar, besoj sepse edhe Perëndoria Osmane ka kopju me sa duket këtë stil të këtij sultanit me këto morsh të çuditshëm, po themi që nuk janë çuditshëm, por të veçantë që sultani pas ka leju. Perëndoria Osmane në Shqipëri do të vite shumë më vonë, por me sa duket ka kopju këtë stil për një dhunti të shpirtit shenjtë, besoj patjetër, e i ka leju fretrit të depërtojnë edhe në tokat shqiptare, edhe pse jo pa vështirësi. Por i ka leju e në Shqipëri nuk do të kishte katolicizëm sot, që do të kishte mi jetu aq fort Perëndorisë Osmane, sikur mos ishin fretrit. Por shiko, gjithçka e ka rajën tek ky takim i mistershëm i këtij shenjtit fantastik që është Shën Francesku i Asizit me sultanin, i cili kaq shumë e krijoi një farë përzemërsie për Shën Franceskun sa që i tha këto fjalë. Sikur gjithë krishterët ishin si ti, bota do të ishte shumë ndryshe. Edhe e nisi. Bani përshtypje në perëndim një lajm i tillë se si një frat pa kurfar ushtëriet ka arrit të miqësohet me sultanin. Bani përshtypje u shkruan për disa libra, por nuk u propagandu shumë nga pushtetarët e perëndimit, të cilët në fakt donin luftra, donin pretekste për të bërë luftra. Sikur të propagandoi suksesi i një krishteri të kullum, atëherë do të pengonte shumë lufta, do të shkurajonte shumë ushtarë që shkonin në luftë. Pra këtu hyn nevoja një formimit krishter domosdoshëm edhe nga ana e pushtetarëve, sepse përndryshe bëhen katastrofa. Por tash, sa shumë të ta kishte ndihmuar dialogun ndërfetar, sikur ta kishin promovu Shën Franceskun. E në fakt sot promovohet shumë Shën Francesku. Papa Francesku në vitin 2019 ka shkuar të takonte pikërisht një prej sultanëve të botës arabe, pikërisht edhe u fol në 800 vjetorin e këtij takimit të Shën Franceskut me sultanin e Egjiptit. Si thosh, u përdor fuqishëm nga Papa Francesku që mori edhe emrin e Franceskut dhe u përdor si shkallë, si thosh, për të arrit njëra palë tjetrën. Dhe ndokot shkruante nga Francesku tek Francesku, 800 vjet.
Por po I kthehemi kësaj temet delikate, thash që është diskutimi mbi luftrat, thash u lasin harres diskutimi fort teologjik dhe u mor fuqishëm vetëm në shekullin e 20. Dhe u mor në një prizëm të caktuar. Jo edhe aq për të thënë thjesht zuhen luftrat. Kjo do të ishte shumë fëminore, po ta mendosh, me thënë drejtën. Të thush nuk duhen luftrat edhe kaq, nuk është realiste me sa duket, pra e thame, është temë e ndërlikuar, as Zoti nuk e ka bën kaq qartë në besimin e vjetër, edhe në historinë e kishte, shohim se nuk ka qenë kaq e qartë, edhe Jezusi nuk ka qenë kaq e qartë, pra kështu kaq fëminor në argumentime, po thoja. Pra nuk mjafton të thuhet s'ka lufta, sepse s'ta beson askush. Shumë pap edhe teolog u fokusuan në një temë tjetër, e cila me sa duket shkakton gjitha luftrat. Papt u fokusuan tek reduktimi I armatimeve. Reduktimi I armatimeve, ato po që duhet reduktohen, sepse përndryshe e merr në dorë dikush që ka tregti në armëve, në zotrim, dhe ti duhen luftrat, ai provokon luftra. Ka njerëz që janë të paguar për atë punë, bëjnë plane se si të përgatisin luftra në botë, se si të gjejnë format për të shpërthyer një konflikt armatosur në këtë set botës, në atë set botës. Tani këtu vim në një pikë e cila kërkon disa statistika. Me shumë dhimbje duhet I themi këto statistika sepse na duket sikur po dëfrehemi, por janë dhimbshme, por duhet I bëjmë sepse kështu sqarojnë idenë. Thash mund të kemi në fund të këtij emisionit edhe një farë rëndese shpirtërore, po themi, por urojmë të jetë vetëm rëndesë shpirtërore, sepse lufta është shumë më e rëndë. Por është mirë të flitet, sepse është shumë më e rëndë nëse nuk flitet për këto gjëra e nuk ndërgjegjësohemi për hilet që ekzistojnë pas. Sot shuma totale e shpenzimeve në industrinë e armëve mendohet se arrin vlerën e $5,000 miliard. 5,000 miliard, jo 5 miliard, 5,000 miliard dollar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë 46% të kësaj tregtie në zotrimin e tyre. Pastaj vin Europa, që Europa krenohet për si promovuese e paqes. Dhe kontinenti I vjetër thuhet, kontinenti me traditë katolike, por e dyta pra fill mas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Kina e pastaj edhe vende të tjera. Nga viti 2002 deri në vitin 2020, statistikat thonë se ka pasur një rritje prej 164% të prodhimit të armëve. Jo 2 fish, por ma shumë se 2 fish. Nga viti 2020 deri në 2025, shumë ma afër nesh pra, prodhimi I armëve është 2 fishu. Pra deri në 2020 ishte shumë, por në këto 5 vite është 2 fishu. Pse? Patjetër, për shkak të konfliktit të armatosur në Ukrainë edhe në Palestinë, rripi Gazës, por sa vende të tjera aktivizohen për të prodhuar armë, edhe në Shqipëri flitet shumë për të prodhuar armë, edhe flitet me një farë krenarie për t'i çuar në Ukrainë. A kuptoni pra pse nuk ndalen luftrat? Sepse biznesi po vjen e shtohet. Në vetëm 5 vite është dëfishu ajo punë që ishte tashmë e dëfishuar në 2002 deri në 2020. Vetëm 5 vite është dëfishu. Thash, a kuptoni pse nuk ndalen luftrat në botë? A kuptoni pse është e shpejt procedura për të filluar një luftë, brenda një jave maksimumi, dhe është shumë e ngadalë procedura për ta mbyllur luftë. Duhen muaj, duhen bisedime, vdesin njerëz, por avash, tek e fundit, ato që I bajnë bisedimet janë super të mbrojtën, dhe nuk u vdes asnjë prej njerëzve të tyre. Por sa luftra ka në botë? Në vitin 2024, në botë janë regjistruar 56 konflikte aktive. 56, për kriju idenë, studiuesit thonë se është numri më I lartë pas luftës së dytë botërore, ku të gjithë kombet ishin përfshim në luftë. Janë 56 konflikte aktive, të përfshim në këto konflikte janë 92 shtete, sepse ndonjë shtet ka më shumë se një front lufte. Po themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
mund të imagjinojmë se kanë më shumë se një front lufte. 92 vende janë shumë, po ta mendosh se e gjithë bota sot numëron 193 shtete. Shtet quhet edhe Shqipëria e vacur, shtet quhet edhe Malta, shtet quhet edhe Luksemburgu, Liechtensteini, që janë sa Shkodra Liechtensteini. Por shtet quhet edhe Rusia, shtet quhet edhe Amerika. Të gjithë këto shtetet e mëdha pra janë përfshim luftë. Kina në 193, 92 shtete janë përfshim në konflikte. Si thosh, duket sikur e gjithë bota është e përfshime. Sidomos ne e dim për Palestinën, për Ukrainën, për Myanmarin, Meksik, që edhe aty thuhet ka një konflikt shumë të ndezur, por sa luftrat janë në Afrikë, në shumë vendet e Azisë. Vetëm në vitin 2024 ka pas të paktën 233.000 viktima prej luftave. 233.000. Shkodra në 2025, urojt mos gaboj shumë, por ka rreth 100.000 banor. Sigur çdo vit, dyfishi i Shkodrës të pushkatohej. Këto jemi. Dhe mund të mos na ngopin, sepse thash tragjedia këtyre gjërave është se po kalojmë statistika ku kemi qejf të dëgjojmë statistika sa më alarmante. Pyetni nanat për këto numra, nanat që i kanë humbë. Ai fëmijë që ka humbë është gjithë bota. Dhe ne duhem shifra gjithnjë më të larta. Oreksi jonë është pak edhe djallëzor, edhe shumë i papjekun. Por po thosha, është e tmerrshme. Këto janë shifrat reale të regjistrume, por mendohet se mund të jenë edhe më shumë se 233.000. Shtoj kësaj, pastaj edhe shkatrimet e shumta që lën mrapa një luftë. Një bombë që bjen shkatron krejt lagjen ndoshta. Vret disa, por ajo lagja e shkatruar kush do ta ndërtojnë edhe një herë. Shtoj kësaj shpërnguljet e dhimbshme të popujve nga një shtet në tjetrin, ka herë nga një kontinent në tjetrin. Kush e rregullon edhe një herë jetën kur shkon në një shtet pa as valigjet me gjanat minimale, por thjesht shpëton kokën. Lufta ka shumë tragjedi, prandaj thuhet se luftën e don vetëm ai që nuk e ka pa në sy kurr. Papa John Paul II kur po shpërthente konflikti në Irak mes Amerikës dhe Irakut, thoshte ju të rit nuk e njihni luftën. Edhe lufta filloi se filloi. Edhe nuk e pyeti askush papën, por thoshte ju të rit sepse ai vetë kishte kalu tmerrin e luftës së dytë botërore. Mendohet se në vitin 2024 njerëzit që kanë emigruar nga një shtet në tjetrin janë 100 milion veta për një vit. Pra mendohet. Prandaj Papa Francesco me të drejtë ka shpik me atë formën e tij të drejtë për drejtë një koncept shumë interesant. Kjo është lufta e tretë botërore, por pjesë, pra jo gjithë bota, por pjesë. E po ta mendosh, pse duhet të jetë gjithë bota në luftë? Sepse atëherë do të dukej aqik pa drejtësia madhe. Bota e ka frikë një luftë të tretë botërore, atëherë ato që e drejtojnë botën nuk e bajnë zyrtarisht një luftë të tretë botërore, por e bajnë në këtë formë, edhe më të mshet, edhe kështu që e kemi shpëtuar konfliktin e tretë të armatosën në botë, por në fakt nuk dihet se sa vërtet e kanë shpëtuar. Shpenzimet ushtarake pastaj, se ne u ndalëm vetëm tek viktimat, por shpenzimet ushtarake në total në botë në vitin 2023 kanë arritur nivelin e 2.440 miliard dollarëve. Për të dhënë një ide, është sa gjysma e shpenzimeve totale për shkollimin në gjithë botën. Pra gjitha qeveritë e botës shpenzojnë për shkollimin, pra që shkollimi përfshin gjithë rinin, fëmijët e gjithë, pra çdo kom, edhe ato që janë paqe, shpenzojnë 4.700 miliard dollar. Sa gjysma kësaj shifre shpenzohet për ushtrit në nivel global, sepse ushtarët kanë rroga të majme. Është e vërtetë se rrezikojnë jetën, edhe mund ta kuptojmë, por nganjëherë paguhen edhe ata që strukturojnë ushtrit, paguhen edhe ata që mendojnë për luftën e rrallës. Nuk mund të jetojnë, pra gjithë të ushtri nuk mund të jetojnë pa një luftë. U duhet lufta për të pleçkit, për të marrë arin, për të marrë burimet e tjera natyrore, për të korruptuar qeveritarët, për të marrë naftën, për të marrë diamantet, sepse u duhet të mbajnë ushtrinë edhe të qarkullojnë parën. Po flasim kollaj, por po ta mendosh, është e mëshme. Është e vërtetë se ushtrit duhen, nevojitet, por thash është djallëzore kur gjithçka duket sikur e merr në zotrim armatimi,
edhe ata që drejtojnë armatimet në botë. E po ta mendosh gjithë këto para që harxhohen në 2024 statistikat thonë se kanë vdek 24.000 njerëz vetëm nga uria, se s'kanë pas që me hangër. 24.000 njerëz kanë vdek vetëm se s'kanë pas që me hangër për një vit. Dhe 3/4 e tyre janë fëmijë në moshën 5 vjeçare. Pastaj lufta ka edhe një të keqe tjetër. Ka aftësinë të shëshojnë çdo gjë. Në luftë detyrohen të shkojnë mjekët, inxhinierët, njerëz të çdo zanatit. Edhe këto shkojnë me vrap, ose thjesht për të mbrojtur. Është një letër e një ushtari i Ukrainës që thot, është pak e gjatë, por e sqaron me një herë idenë që po përpiqem të them. Thot ky ushtar, unë nuk jam ushtarak, nuk kam dashur asnjëherë të jem pjesë e ushtrisë. Unë kam një doktoraturë në histori, pra jam një studius, punonjës në një muze dhe pak shkrimtar. Në përditshmërinë time merrem me kërkime në fushën e historisë dhe shkrimin e veprave shkencore, po ashtu edhe libra artistik. Ne flem mijarka, të ngjeshur pas njëri tjetrit në pjesën e pasme të kamionëve dhe lahemi një herë në muj me ujë të ngrohtë. Kur bjen shi, lagemi deri në palc dhe bahemi me baltë nga koka deri te kamp. Dhe ju kujtoj, lahemi një herë në muj, pra, dhe pse bahemi gjithë baltë, ashtu rrim, pra, gjithë mujin. Dhe nuk është e sigurt se do të jetë e mundur mujin tjetër. Dhe në kushte të ngjashme, nëse jo më keq, janë aktualisht në Ukrainë mijëra historian, shkrimtar, kontabilist, bankier, punonjës të IT-s, mësues, stilist dhe njerëz të profesioneve të tjera paqësore. Ata po vriten nga armët dhe raketat, por edhe nga plumat, municionet thermuse dhe ato prej fosfori. Disa prej tyre kanë vdekur tashmë dhe disa nuk do t'i rikthehen kurrë më profesionit tyre, pasi kanë pësuar trauma të rënda psikologjike. Pra nuk do t'jenë zot, t'jenë më të njëjtit që kanë qenë përpara. E shumica këtyre nuk din as pse luftojnë. Shumë interesante një letër që thuhet se është gjetë xhepin e një ushtari amerikan në luftën që u bë në Vietnam në vitin 1969, por ka ardhur tek familjarët pas 40 vitesh. Për rrethana të ndryshme e kanë marrë në dorë familjarët e këtij ushtari këtë letër. Ishte drejtu Nans. Ky ushtar shkruante këto fjalë: "Kjo luftë që po bëhet është e ndyrë, por shpresoj shumë që ju, familja ime, do ta kuptoni arsyeën pse po bëjmë luftë." Kishte shkuar në luftë, s'diti gjë pse luftonte. Lufta e Vietnamit është në sot cilësohet ndër luftat më të çuditshme. Por ato i kishin mush me idena se duhet bëhet për sigurinë kombëtare, edhe me sa duket këtë nuk kishin arrit as ta bindin, por duhet luftoj s'kam ka shkaj sepse më kanë prunë këto. Por më urgjente se sa promovimi i luftrave, sot duket se është ndalja e armëve bërthamore. I numërum pra të kësijet e mëdha që mund të sjellin kur lufta del jashtë kontrollit, që mund të sjellin kur lufta hyn dorën disa njerëz që kanë interesa të shesin armët e tyre. Shitja e armëve, tregtia e armëve është problemi i vërtet dhe arsyeja e vërtet e shumë luftrave. Por më urgjente është edhe reduktimi i armëve bërthamore, mundësisht edhe të ndalen krejt. Në botë, edhe këto statistikat thash janë dhimbshme, por na ndihmojnë të kuptojmë pak më shumë se si funksionon, se si po lëviz bota. Në botë ka 13.000 bomba bërthamore, 13.000. Po përpiqem t'ju sqaroj më në detaje. Rusia ka 6.257 copë. Shtetet e Bashkuara kanë më pak, por 5.550. Kina 350, Franca 290. Anglia, Mbretëria e Bashkuar 225, Pakistani 165, India 160, Izraeli 90 e Koreja e Veriut 45 copë. Thjesht për të kriju idenë se si janë të shpërndame. Por për ta kuptuar në çfarë nivelit është rreziku. Sa e dëmshme mund të jetë një bombë bërthamore. Thuhet se Rusia sot për sot ka bombën më të fuqishme bërthamore, e cila mendohet se është 3000 herë më e fuqishme se bomba bërthamore atomike që është lëshu në Japoni në luftën e dytë botërore, e cila sheshoi një qytet, pastaj edhe qytetin tjetër, Hiroshima dhe Nagasaki. Pra nëse në atë kohë një bombë arrinte të sheshonte një qytet, sot mund të sheshojnë 3000 qytete, 3000 herë më fort. Këtu jemi.
një kuriozitet që ndoshta edhe nuk duhet, por na kush e ka menuar edhe këtë gjë. Na ku i ka shkuar në mend për ta bërë pa mujtën jetesën e racës njerëzore mbi planetin Tokë. Sa bomba atomike nevojitet që të shpërthejnë? Kemi 13.000, na kush ka thënë mjaftojnë 600. 600 mjaftojnë për të shu jetën një herë për gjithmonë në Tokë. Por ne kemi gjithë globin toksor 13.000 bomba atomike. Është e vërtetë se nëse nesër fillon një konflikt bërthamor, ka sisteme mbrojtëse shumë të avancume, patjetër, nga toka edhe nga jashtë tokët, pra nga hapësira, pra nga satelit. Edhe është e vështirë që ndoshta të binë në tokë të shpërthejnë, por mund të nollin për rrethanat ndryshme, për arsye të ndryshme, avash përgatitë terreni që mund të fillojnë. E kur fillon është katastrofë. Me drejt, na kush kur e pyeti Einsteinin si e imagjinon luftën e tretë botnore, mori këtë përgjigje. Nuk e di se do të jetë lufta e tretë botnore, i thot Einsteini, por e di se lufta e katërt do të bëhet me gur e me shkopi. Pra do të kthehemi edhe një herë në kohën e njerëzve kur luftonin vetëm me gur e me shkopi, sepse do të rrezikon të shuhet raca njerëzore. E dinte shumë mirë. Shumë vite më parë, e aq më tepër mund ta themi ne sot. Prandaj papët ndryshëm kanë folur për urgjencën që të paktën të ulet kapaciteti shkatrues i armëve bërthamore, sepse sot nuk mund të flitet më për luftë të drejtë. Thamë pra, teolog dikur Shën Agostini përpiqeshin të argumentojnë se një luftë mund të jetë edhe drejt, por sot nuk mund flitet për luftë drejt sepse del jashtë kontrollit shumë kollaj, sepse armët bërthamore e kanë ndryshuar komplet konceptimin e luftës edhe të bamit luftë. Papa Gjoni 23 ka shkruar një enciklik shumë të famshme që është edhe në shqip. Dhe kjo enciklik i drejtohet të gjithë njerëzve në botë, por patjetër i drejtohet në mënyrë të veçantë popujve që kanë në dorë fatet e botës. Titullohet Pacem in Terris, paqja në tokë, dhe Papa thotë këtu: në kohën e armëve bërthamore nuk është e mundur më të flitet për luftë të drejtë. Për shembull tek rreshti 55 ai citon Shën Agostinin, Papa Gjoni 23, ku thotë Shën Agostini thotë këto fjalë, pra, sepse vetë Papa përpiqet të argumentojnë se lufta duhet të jetë e drejtë, duhet të ketë drejtësinë që sunon luftën, jo lufta të sunojnë drejtësinë. Edhe Shën Agostini pas ka thënë këto fjalë: nëse braktiset drejtësia, në çfarë binë mbretërit, përveç se në vjedhje të mëdha. Pra, qeverit, nëse nuk janë të drejta, janë grupime hajdutash. Vjedhje të mëdha, nëse nuk është koncepti drejtësisë, është urgjente. Në numrin 64, Papa thot të ndalohen armë bërthamore, të qarmatosen shpirtrat nga psikoza e luftës. Edhe në fakt e thot shprehimisht, duke përpjek të promovojnë drejtësinë, thot sa vonojmë ne të promovojmë drejtësinë e ta bashkëndojmë në një koncept me drejtësinë, ndërkohë është urgjente, thot, të qarmatosen armë bërthamore, të ndalohen armë bërthamore, thot. E thoshte edhe në fakt ja kam rritë, sepse thuhet mas kësaj enciklikat u filluar një punë e madhe teologjike, diplomatike, edhe jashtë kishit, dhe u reduktuan prodhimi i armëve bërthamore që ishte shumë më i madh menohet në luftën e ftohtë që ndodhi në vitet diçka 70 pak a shumë. Dhe thot Papa, duhet të qarmatosen jo vetëm armë bërthamore të hiqen, por edhe të qarmatosen shpirtrat, duke punu sinqerisht për ta shpërbërë në shpirtra psikozën e luftës. Nuk duhet të na bëhet lufta stil jetët, sepse atëherë luftrat është e lehtë të arsyetohen e të promovohen. Në numrin tjetër që kam qejf të ndaj, numri 77, Papa flet shumë interesant për kompetencat që duhet të kenë të krishterët. Aftësitë pra që duhet të kenë të krishterët, jo vetëm në fe, por edhe në çdo shkencë tjetër. Pse po i them këtë gjëra? Sepse e kuptoni se për të ndalë luftën nuk mjafton të thuhet botës cila është e drejta. Çfarë do të bëjmë? Krishterët duhet jemi edhe ne si një ushtri, por në këtë rast jo një ushtri armatosur me armët e botës, me armë bërthamore. Si një ushtri fejet, patjetër, me aftësi të ndryshme profesionale. Edhe Papa thotë, nuk mjafton të jemi të ndriçuar prej fesë dhe të ndezur prej dëshirës për të mirën, që ta mbushim me parime të shëndoshta një qytetërim. Pra, mirë është, por nuk mjafton kjo. E ta gjallërojmë atë me frymën e Ungjillit. Për këtë qëllim është e nevojshme të hyjmë në institucionet e tij dhe të veprojmë në mënyrë të vlefshme nga brendësia e tyre. Por qytetërimi ynë dallohet sidomos për përmbajtjet e veta shkencore teknike. Prandaj thot,
nuk mund të hyet në institucionet e tij dhe nuk punohet me efektshmëri nga brendësia e tyre nëse nuk jemi shkencërisht kompetent, teknik, të aftë, profesionalisht ekspert. Pra, u thot krishterëve studioni, banu edhe ju politikan të Zot, banu edhe ju shkencëtar të Zot. Gjeni forma, jo vetëm diplomaci, por edhe në shkencë, se si të promovohet paqja, se si të shpresohet tek paqja. Pra nuk mjafton që të bëhen gjithë prifta mërgesha, nuk ka nevojë Zoti vetëm për prifta për mërgesha. Shqyqyr që nuk bëhen gjithë prifta mërgesha, e themon që janë prifta, e them pa frikë, sepse kemi nevojë shumë për të krishterë që kur janë në vende drejtuese promovojnë vlerat e krishterë. E sa e mirë është situata kur këtë nuk e bëjnë krishterë, kur janë në poste drejtuese të kësaj bote. Prandaj, Krishti në vetë në Ungjil thot duhet të çaktivizohet ideja e hakmarrjes, duhet të çaktivizohet logjika e vrasjes. Kur Krishti t'i bani pyetjen Shën Pietri, sa herë duhet ta fali vllahën tem? Deri në 7 herë, Krishti thot, jo deri në 7, por deri në 77 herë. Sepse duhet të çarmatoset në raj falja, nëse nuk ka tepëria e faljes, nuk mund të çarmatoset tepëria e urrëties. Kemi lanë pa fol, që nuk do të zgjatemi, për një luftë tjetër shumë të heshtën, që prodhon 45 milion vdekje në vit, është aborti. Na kush e ka llogarit 5100 aborte në një orë janë regjistruar në 2024. Por për këtë do të flasim rreth tjetër tek numri 9, ku Papa Francesku flet për hapjen që të krishterët duhet të kenë në jetë, se cila është një temë shumë ma gjanë, por në këtë përfshin edhe çështjen e abortit. Por të duam paqen, e Zoti i paqes do të jetë me ne. E prandaj të marrim edhe bekimin e Zotit. Ju bekoft hyj gjithë pushtetshëm, Ati, Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.